I mori jetën 13 personave, përfshirë këtu 5 fëmijëve të tij, ndëron jetë në burg vrasësi më famkeq në historinë amerikane. George Banks, i njohur si një nga vrasësit më të mëdhenj në mas në historinë amerikane, ka ndruar jetë në moshën 83 vjeç në burgun shtetëror të Phoenix në Pennsylvania pas një betejë me kancerin e veshkave. U njoftua nga doktori i tij. Ai kaloi 48 vjet pas hekurave pas masakrës së vitit 1982 në Wilkesburg, ku vrau 13 persona, përfshirë 5 fëmijë të tij të moshave nga 1 deri 6 vjeç. Ngjarja u konsiderua nga autoritetet si një nga vrasjet më të rënda masive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas gjykatës dhe raporteve të kohës, ai kishte konsumuar alkool në një festë dhe më pas mori armën duke hapur zjarr ndaj familjes së tij në shtëpi. Viktimat përfshinin 5 fëmijët e tij, 4 nënat e fëmijëve të tij, 3 të tjerë përfshirë një 7 vjeçar, një 11 vjeçar dhe një adoleshent. Pas masakrës në shtëpi, ai u vesh me uniformë ushtarake të gjelbër dhe u nis në rrugë. Ai qelloi edhe ndaj 4 adoleshentëve të tjerë, duke vrarë një dhe duke plagosur një tjetër. Më pas ai vodhi një makinë dhe shkoi në Heather Highlands Trailer Park, ku u gjetën trupat e djalit të tij dhe nënës së tij, si dhe të nënës së saj dhe të një kushëriri të saj. Ai më pas vizitoi shtëpinë e nënës së tij duke thënë: I kam vrarë të gjithë. Pas një përplasje 4 orëshe me policinë, ai dorëzoi veten, shkruan The Sun. Ai do të ishte përballur me dënimin me vdekje, por gjykatat shtetërore bllokuan këtë vendim duke vendosur se nuk ishte mendërisht kompetent dhe u dënua me burgim të përjetshëm.